Se ti kur e merr hisën te baba, jo prej vllau, se vllau mundet më kon milioner. Po çat shtëpin, çat ndërtesën, ka pas njerëzi për shembull e kanë marrë tokën e babës, i ka ardhur rendi, i kanë ndreshtu banesa, edhe ai zotnia i kanë nda vllaznit për veti banesat, a motrën e kanë te Halil Kastrat. A dini këta e sualekës. Bravo. Se do më thënë plus vllaznit livdohen që na ja kemi dhënë qikat. Po qikave, ama ato hallat, a kanë ato hallat djemtë e vetë. Prandaj, nëse dalim kundër ligjit Zotit, edhe përkrahim ligjin e traditës tonë, na kemi mëkatu automatikisht. Automatikisht kemi mëkatu. Pra, duhet diçka që e ka caktu Zoti, është obligative. Për shembull, martesa me qikën e Axhës, djalin e Axhës nuk është obligative. Nëse don e bën, nëse don se bën. Populli shqiptar nuk e bën, rahat jemi. Po, trashëgimia Zoti thot nëse një vëlla e ndreq pasuninë e vet në themelët e haramit, kur s'kam ja pa hajin. Sepse motrës u desht me ja dhënë. Ama motra që kanë në shkru, s'po du me marë. O zotni, ti as nuk do të me pyt motrën tënde. Faleminderit shumë motra e me që po ma jep, por unë po du me pastru mallin tem. Kështu e thot Kurani. A na që mendojmë me shqiptarizëm, ajo është tjetër sen. Aty kemi në vend përgjësit. Na nuk, do me thonë, të shqiptarët nuk veprot si pas ligjit Allahut, po veprot si pas kanonit. Po, kanonit. Absolut. E kështu që faleminderit zonja Berisha, unë do dal, Allah të shpërblyf, e njemi shihemi. Hisën i kam 4 vajza, i kam 1. Po, Shukrije, ti hisën mundesh m'ja dhënë vajzave tua, po hisja jote duhet me këshyre dhe burrit tanë, a mos kanë rasisht ato hallat e veta diçka hisë. Nëse kanë, vajzat e tua nuk e kanë hallallat hisë. Ti do të me këshyr, a e ka pastru burri yt hisën me motrat e veta. Se nëse vajzat e tua janë okej, e ndajnë hisën, dhe ka vajzat e hallës burrit, fëmia e hallës burrit, janë kunatave tua, do me thonë, jo më falë, kunatave tua. Pra, nëse ato kanë pas hise, edhe ato kanë nënshkru prej zakonit, prej adetit. Qika tua s'kanë mja pa hajrin, sepse s'janë të pastër, ajo pasunia s'është e pastër. Po qka une nëse s'martohëm? Une s'martohëm. Une, për që ato Kurani e thot 50%, 2 motra marrin sa një vëllau. Pra, nëse kemi 100.000 euro një pasuni, e llogaritim që kjo shtëpia është 100.000 euro. Edhe është një vëllau e 2 motra. E marrin një vëllau e merr 50.000 euro, 2 motrat e marrin nga 25.000 euro. Ti shtëpinë nuk ja merr vllau. Po vllau për me pastruat pasunin e vet, e blen qatë hisën tënde, e blen edhe e bën në emër të vet komplet atë shtëpi. Ajo me shku atje në gjykat që motra po bafa. Bo vet, atër është super. Bravo. Ama nëse Shukria ka hiset e baba i vet, shkruje falja, po të marim të shembull, kërkojmë falje, që sa mirë tha. Do me thënë, burri vetë ka kriju me gruën këta. Por, nëse Shukria ka hiset e baba i vetë, do me thënë, edhe ajo i ka falë, ajo është nër hak të fëmijëve të vetë. Sepse fëmijëve të vetë, atë pasuni ja ka bo baba. Do shta nona, nëse ka kriju pasuni, ajo s'bën me përzi pasunin e vetë gruja me të burrit. Burri është milioner, ajo është e burrit, nuk është e jotja. Po e jotja është çka ti ke marrë prej babës tonë. Ose, e jotja është ti e ki 1.000 euro rogën, për një vjet i ki 12.000 euro. Në që ato 12.000 euro nuk ka hise burri yt, po kanë hise fëmijët e tu. Edhe prej qasaj rrogës tënde, kanë hise fëmijët e tu, jo burri yt, edhe prej asaj pasunisë babës, që ti ja ke falë,
që po ta zhagojnë nusja vllavit edhe fëmijët e vllau, që t'ja ka falë, atër edhe pra asaj pasunis, ti ki hise si shëkrije, po kanë hise edhe vajzat e tua. Ka me shiku edhe një herë, unë e di që me lek dugaxhinit nuk i japin vajzës. Ashtë ashtu, vajza nuk merr hise. Edhe, thash, me konventa ndërkombëtare, 50-50 e ndajnë, 100.000 euro, e ndajnë në 3 pjesë, për shembull, janë 2 vllazën, janë 2 motra e 1 vlla, e ndajnë 3 pjesë 100.000 euro, ka 33.000. Ndërka që me shiriat, thash, nëse doni, ju tregoj unë me këtë mënyrë, sepse në Kosovë jemi musliman, edhe në qoftë se dëshironi. Tash, gjithmonë mendimet e mia po i prekin ato zonjat. A din se i prekin, motor? Është mendimi jem që po ju tregoj përmes Kur'an. Po dim se i prekin, si jo thua të vërtetën, se din ku të dhem ma shumë. Si ka thonë ai, ka di ku të dhem ma shumë, ati ku të shkon gjuha. Pse thunë dhel pra kurse në arin, po në ta mëhoja, më në zot je din, dhel pra kurse në arin rushin, ta mrije dikon, thot është i tharët. Mire, alhamdulillah. Që po flasim për hiset, për senda, ki motra basme. E kam një të hasretit. Të hasretit, sa vllazën jemi? 2 jem, 2. Apo me ndoni motrës mi dha nise? Prej babës, jo prej tjube. A i ke Po dha? edhe ajo është e vladi babës, njëjtë në takën. Super, Wow, e niva një vlla në jetën teme. Ju jeni 2 vllazën e 1 motër, juve duhet për shembull 100.000 euro me da për shembull, në 5 pjesë. Në 5 pjesë, do me thonë juve ju bjerë ka, sa pi bjerë 5 pjesë, ju i merrni 2.000, 2.000, 4.000 njani, 4.000 tjetri, motra i merë 2.000. Po me thonë 40.000 njani vlla, 40.000 tjetri vlla, motra i merë vetëm një hise, pra 20.000. Edhe pastron mallin tant, për shembull, edhe mandej ajo e shumë fishon, zote, e shumë fishon. Po vjen mirë që ka fishon. Ashtu është, po të na janë drejtat e njëjta. Po, Basri nga jeti. Atë nuk sa është vajzë, atë një hisa 2 njëjtë i takon. Nga të kemi Basri. Me konventa, Nga sa i djali ka. dëmtohet, babi dëmtohet, vllau, burri dëmtohet, me konventat ndërkombëtare. Me ligjet e Kosovës, burri dëmtohet. Sepse burri e ka obligim me mirëmbajt familjen, edhe motrën e vet, nëse nuk martohet, vllau e ka obligim me mirëmbajt, për çatë arsye i jepet 1 hise, jo 2 hise. Pra, 50% i asaj i hepet për atë arsye që nëse motra nuk martohet, ajo pasuninë e ka te ti, po ti je bikëshyrsi i motrës tënde derisa të martohet. Nëse motra vdes, pasuninë e ki ti, për shembull, që ato 20.000 euro, 2 vllaznit i keni ka 40.000, motra i ka 20.000, që ato 20.000 euro të motrës prap kthehen te hisja e vllaut, vllaznive. Nëse nuk u ka martu motra, a nëse motra martohet, që ato 20.000 euro i merr me veti, nuk do me thonë tokën, ose e dan tokën, po për e zonë me sapin 20.000 euro, e keni bo hesap sa ju kushton pasunia juve, tash njani vlla thot, okej, une do t'mja bo motrës 10.000, tjetri thot, edhe une 10.000, të 2 vllaznit e pastrojnë pasuninë e vet. Edhe ja japin 20.000 motrës, ajo e merr jo burrit, te na e kanë shtin krye, jo ja japin dhëndrit. As 1 euro nuk guxon dhëndrit. Ajo mundet për shembull, me qatë 20.000 euro e blen një banesë, për shembull, një gasonjere sot në Prishtinë, me dhënë me qira, është 200 euro, minimum. Me që ajo çdo muj e ka një të ardhur prej hakit vet, të babës vet, 200 euro në muj, ajo pasunia e saj me halal shumëzohet. Kjo është, a nëse e marri me konventa ndërkombëtare, atëherë burri dëmtohet. Pse?
sepse vajza, motra jote, për shembull Basri, e morëm si shembull, më fal. Motra jote, kur shkon te burri, ajo nuk e shqit pasunin te familja e burrit, përveç nëse e ka burrin fukara, edhe është me të meta, është i smut, ajo se vapi është shumë i madh, ka me shumë fishu pasunin. Po nëse burri e ka standardin e vet, motra zguxon m'ia dhon, por burri e ka obligim me hangër, me pi, veshmbathje, strehim, do me thonë, që ato 40.000 që si ka marrë, po i ka marrë vetëm 20.000, ajo kur shkon te burri, edhe 20.000 tjera i merr, sepse ajo për ato duhet mu kujdes burri saj si kralic, si mbretnesh, me çaq mundësi sa ka, se çaq mundësi. Kështu që kur ta llogarit njeri, Zoti çush e ka mendu, prap motra jote 20.000 i ka marrë te vllaznia, po edhe asaj edhe 20.000 tjera për kanë jetën burri saj që e ushqen, i ka të drejtë është e gruas me hongër me pisen. A na me konventa ndërkombëtare i him nër hak vllaut sa të mundesh. Haram e ka. Motra Iqbal, edhe një pyetje ke po në ligj është me hise, po në ligjin islam, sa i takon motrës pasuria me janda? Po ligjin me islam thash, nëse janë për shembull, një motër edhe një vlla, do me thonë, vlla i merr 2 hise, motra i merr 1 hise. Nëse i ka 100.000 euro, ndahet në 3 hise, ndahet. 1, 2, 3. Do me thonë 33.000, 33.000, 33.000. Vlla i merr 66.000, motra i merr 33.000. Ose, për shembull, unë te vllau jem, as 1.500 euro s'kan pasuni ata. As 2.500 euro s'kan pasuni. Po, vllau jem është në Kajro, e ka kry fakultetin, edhe ai don me pastru mallin e vet, sepse pastaj don me da me qikat e veta, se i ka edhe 4 qika e një djalë. Ai thot unë s'mundi me pastru, m'ia da qikave të mia pasunin, derisa motrave të mia s'ja kum dhënë. Tash, vllau im e ka shtëpinë edhe i kushton 200.000 euro. Na jemi 4 motra e 3 vllazën. Edhe ata 2 vllazën tjerë se kanë dajse. Ç'do do me thënë? 3 vllazën janë 3 vllazën. 4 motra bëjnë sa 2 vllazën. Pra, hisja si mas Basris që tha, 50-50, u desh mundan 7 pjesë. Por, si mas Kuranit, në 5 pjesë. Pse? 3 vllazër, edhe këto 2 motra këtu, 2 motra këtu, 4. Këto e marrin ka 1 hise. Edhe kështu ndahet, me sheriat. Nuk tash unë për shembull i fumar që tisë, e baba jem. Tu a di çfarë po thënë shqiptarkat? Jo muslimankat. Jo mos tin gjuna. Besimtarët, muslimanët, shqiptarët, muslimane por jo besimtarët, që nuk hecin me Kur'an. Tash, për shembull, unë që ta e ku marrë te baba jem, që ta e ku marrë te baba jem. Vllau jem, kur e dan këtë pasunin që e ka, mu am bjerë as në bjerë 5 metër katror. Në qatë lagjën ku jeton vllau im, as ka 500 euro metri katror i shpijave nuk kushton, apo kupton. Kështu që 5 her 5, sa po bëjmë 25, 2.500 euro. Hajde 3.000 euro. Që ato 3.000 euro që i marrë une, du të mi marrë, pa tjetër, për ndryshe nuk ja jap une në nënshkrimin vllau tem. E ta merë, ose djalit vllau. Vllau vdes, nusja vllau të vdes, djali vllau të ka obligim. Une nuk ja jap në nënshkrimin pa mi dhanë që ato 3.000 euro. Jo që ku metun për 3.000 euro, më ka malë 300.000 euro. Po qëllimi është me a pastru vllau tem mallin edhe me a lehtësu babës tem varrin. O kry, tash unë i marrë që ato 4 metër katror, se s'kan pasuni ata. S'kan toka, s'kan kur gja, veç qatë shpi. Po, baba i kalon. Edhe që to 3.000 euro unë e duhet mi dalë 1 pjesë, 2 pjesë, 3 pjesë. Në që to 3 pjesë, mundi unë me thonë vetëm që këta, mundi mja dhonë kuna du. A që to 2-ja, janë të fëmijëve të mi.
Çto dyja. Për ndryshe, nëse unë që to, ja kum falë vllaut, në ahiret kam me dhonë përgjithësi, se e di unë e këta. E kum di, prandaj pe shpjegoj. Në ahiret kam me dhonë përgjithësi para Zotit, se që to dy iset, nuk ja kum dhonë fëmijëve të mi, po ja kum lënë fëmijëve të vllaute. Pse? Unë jam shqiptare, unë jam muslimane, po besimtare larg. Prandaj kime dhënë përgjithësi për qatisën që ja ke lënë të vllau. Ama që unë e kum nënshkru, ti nënshkruje, për Zoti se ka nënshkru. S'po di ma kollaj qysh me asi. Por, që të dy isë, do më thonë, nëse du që tisën ja fali vllaut, ose thëmë, valla pja fali djalit vllaut madh, se është student, e po dua ti mi ndihmu. Unë e se vapin e kam shumë të madh. Ama djalit vllaut tem nuk mundi të trijat m'ja dhanë. Se hakin e vajzës, zehrës edhe Muhsinit e kam. Ama 1.000 euro, 1.000 euro. Me pastru mallin e vllaut, me ushtu bereqeti, me ushtu shëndeti, me ushtu begatia. Kur e pastron mallin, Zoti thot e shumë fishoj. Edhe që to, ja jap fëmijëve të mi, jo fëmijëve të vllazit të mi. Ama pak. Ne kemi lexuar në surën Nisa, mos ke merak, sepse nuk pas ke emër këtu, e kemi lexuar surën Nisa 11, e dim ne. Kjo thot një adi, e thot një pyetje, motër ta bën për hisen. Po ta bëj një pyetje, po un kam një vëlla e jemi 3 motra, edhe një motër e kam të dame me 2 fëmijë, dhe mendon do të thotë se si do të caktohet hisja. Që, shumë. Sa ta 3 motra e një vlla, po? Një vlla i ka 2 ise. Me gjide ku ke për brezema. 3 motrat i kanë ka 1 ise. Pra, ka 1 pjesë. Edhe kjo pasunia që kanë dalë këtu, 1, 2, 3, 4, 5 ise. Jo 4. Me këtyme të lekës, me konventa ndërkombëtare, ishën nda kjo në 4 pjesë. Jo. 3 motra e marrin janë 3 ise, kanë ise, vllau i ka 2 ise. Qose i kanë një pasuni, për shembull, 100.000 euro, 100.000 euro, 1, 2, 3, 4, 5. Pjestu për 5, një motër 20.000, tjetra 20.000, tjetra 20.000, vllau 2 ise, 40.000. Shumë kollaj është. Do më thonë, me një herë e bani, për shembull, 5 motra e një vlla. 1 vlla, 5 motra e një vlla, do më thonë, ndahet në 5, në 6, në 7 ise. 100.000 euro, për shembull, pjestu për 7 ise. Sa del aty, ku shkon ai digitronet ta llogarit, për shembull, pra janë 5 motra e një vlla. Pra 5 motra bëjnë ka 1 ise, vllai ka 2 ise, bëjnë 7. Pra 100.000 ishin, pjesu për 7, barazi i del aty ja ka 80.000 që ashtu të shkë. Njëna tina të thot me pas mundësi krejtve njëjtë është mirë me ju dhanë. Tuki gëvët ka thanë, Iqballi edhe fetarisht, por edhe logjikisht e ke spjegu. Njëna më thot që e motër që kam dërgu një pyetje, po unë valla nuk e shoh motër askund. Okej, Besa, ama që atje tjetra, shka ta me pas mundësi krejtve njësoja këshëm, shka po thot? Ajo, tina po thot, me pas mundësi krejtve njëjtë është mirë. Jo, nuk është mirë se ti pe then ligjin e Zotit. Ti e të punu me shqiptarizë, mojzoj. Se unë në qëse e marë, na jemi 4 motra edhe 3 vllazë, na me shëriat duhet me danë 5 pjesë. A me ligjin e Kosovës, që s'ka të bëj me Zotin, duhet me nda në 7 pjesë. Atër, na motrat kemi mihinër hakët vllaznive. A kuptum? Na mundemi me punu, edhe Besa tha në fillim, unë e thaja lo vllau, po tash,
Besa, nëse e ka dëgju që ky ligjërat, Edhe kam nena ta thot. ndryshu mendjen. Kam Po edhe ndryshu nena ta thot. mendjen. A? Nena Puna? thot po vllaznia po thojnë, kof se merrni motrat hise, s'ka drejt me bën të pamin te vllaznia. Po, kjo është me shqiptarizëm. Atë qëri une, kur më ka thirë vllau jem, prej Amerikës, ka ardhur në Prishtinë, edhe janë dasht letrat me qitë shpijen për mi vetë. Edhe më thirën prej Prishtinës, po thash vllau, hajde për hajë. As nuk kemi lyp na me nda. Ama vllau hoxha çka është, se ai në Amerikë nuk është hoxh, po ati piduan për letra. Kur shkom aty në Prizren, thash vllau im, apo dan me damet lekës. Thash, nëse don, me njëherë, thash, nuk du me marr hise, ama në qaft ju, se unë s'kam qep me ma mshel dere. Se është ligji. Tha vllau, jo, tha, na nuk dojna me das me të lekës, me kanun. Thash, apo don me nda me konventa ndërkombëtar. Thash, une nuk du me marr prap hise me konventa ndërkombëtare, sepse unë nuk du haramin tuj me marr për vetë. Haram e kam. Një me një. Si vllaut edhe motrës, për gjys. Haram. Thash, nëse doni me sheriat, që nuk keni me ma mshel derën, se Kur'an, qose ti e don motrën, për shkak hisës ja qel derën, ma mirë motra e me merre atë hisën se nuk ki vlla. Me njëherë po të. Nuk ki vlla. Sepse aj vlla kur ty s'ka me dal krah. Kështu ma mirë merre hisën tande, bone një gasonjere hiq më short, gasonjere bone, e din që është e jotja, e në pas të këtyr, aj vlau me ta mshel derën, aj me të vërtet ka me dhënë përgjegjësi të madhe para Zotit. Kështu që nëse na nuk i thejmë që jemi muslimane, që jemi besimtare, nëse nuk i thejmë na këto tabu tema, me ma qu nonën teme, daja jem, hajde atër në atë ko që ashtu o kanë. Nonën teme, me ma qu daja jem, edhe baba jem, për shkak shtesave të fëmijë, deqi e theshin. Deqi është që japin shtesave të fëmijëve në atë kohë komunistëve, duhet me nënshkru nëna jeme që s'ka hise në tokë të baba i vetë, anim ja dhënë shtesat e fëmijëve. Edhe nëna jeme shkon, tak, e nënshkru në hargjin nëna, a gjana tha, shka të dhanë vllaznit, po që ma kanë ble një shami dhurat. Mere me merë. Ama ajo është me shqiptarizëm. Ndoshta ai daja jem ma pak përgjigjet të Zotit. Sepse hoxha vetë nuk kanë diku, ose o kanë naiv. Ama ti, zotni, ti po e respekton konventat ndërkombëtare, që janë kundër ligjit Zotit, e ti s'po mundesh me thuj një tabu tem, vetë si femër, po thush, Zoti na rujt, unë e kam, çka kiti? Ti nuk e ke ba ato, çka është e burrit tanë. Ti nesër mund da prej burrit tanë, kur gjas takon. Takon qaj mehri, dhurata jote, se ty ai ka investu, zoj. Ka investu në ty qatë 20.000 eurën që ke marrë të baba për 10 vjet, ai ka investu të ti 20.000 euro tjera. Luakinie për operacion joti ka kushtu 10.000 euro. Një dhami joti ka kushtu 2-3.000 euro. Ka investu burrit e ti. Ti nuk je në hisën e burrit. Ama konventat po thënë 50-50. Po thënë konventat ndërkombëtare 50-50 prej ditës kur je martu, ama jo të pasunia e vjerrit. Prej ditës kur je martu, nëse ke punu ti bashk me burrin tanë, dhe keni kriju bashk, këtu Zoti na rujt, nëse ndahësh, ta jep këtu shteti, banesën ta mshon për gjys. Po dhe kjo s'është me Kur'an. Kështu me jetu me Kur'an, keni me pas atë. Po, edhe njëna të Unë me pasunin e babës te me bëjmë milionçi. Edhe burri jam s'ka drejt me mu përzi. Edhe unë jam ma e pamvarur, ka me pas ma respekt burri jam për. Ajo me ama këta, ama ato bom si gabelit, veç me i lyp burrit, me i lyp. O i zoj, qka ke pru ti prej shpis? Standardi jam është me ta ble një luster 20 euro. Jo, unë e pedu 200 eurove. E valla, që kjo është standardi jam? Ajo me janë za shpirt.
Një oferta ka bën një pyetje, a ke zollva? Të lutem, kunatave tua, a ja u ke nda hakun? Po, vjehri jem rahmetlia. Krejt, kunatave ja ka dhënë hisën, edhe e kanë tokat sendet krejt. Vjehri jem të dhënë shpirt, i ka thënë djalë vllajt burrit tem, se është më i madhi, qëre me babën që to janë për motrën, kjo ara për motrë, sa ata kanë pasuni. Krejt i kanë nda. E thotë nëse prindi nuk pyet, Qysh nuk pyet? nëse prindi nuk pyet, nuk don ta ndaj pasunin. Ti duhet me pasu edhe prindri edhe vllau, ti ki me ngrit zonin. Altin Qa jo i ka me takon motrës ndihmën e hisja. Zotit. Ki me thonë bab, jo që jam lazëm, shikom thonë unë e vllazni vetëmi. Pasha Allahin tash si jam lazëm, mu as 1.000 euro nuk kam me më takua, vlla jem prej teje. Vllau para 1 muje, se ka problem me zemrën, para 1 muje kish pas problem prap me zemrën, po më thirr me telefon. Sa la nuk e kemi nda kështu tamam me dokumente, se s'na bjerë kur gjo, ky vllai Amerikës kur t'vjen, ai ka me nis procedurën, me marr ato, çka i thojnë ato, katastrat, me thirr hoxhën, se hoxha du të me da ekstra tamam, unë veç për jo të tregoj për kryer, e që disa me thënë vllau, tha, qërmotër, tha, unë jam pa qef, tha, qashtu që shkemi fol, a di merë shumë kec, sa ajo është hoxh, a i falë gjematin, që shti ki me falë gjematin Allahu i këbere, kënena e ki haramin e motrës. Edhe a i tha, qëri motër, tha, jom konë pa qef sen, qashtu që shkom fola, dhe me këmala mu amanet, ti bon shka dush, hisën ki me marë, apo këpëton në një farë mënyrë. Edhe ti, zoj, ti kimi thonë babës, babë, më falë, unë s'kom nevoj, po du me të regu, e keni video në trashëgimia, shkoni, po du me të regu që ko ka shumë vështirë. Duhet, qajo që kam takon me madhon, ama jo me konventa ndërkombëtare, me dëmtu vllajin. Zotin arru. Ama, në qofse ma mshel një derën, ma mirë ju mshel mani se sa Zotin. Ju mshel mani. Masi po mdoni mu për hisën që më takon haki jem, mshel ma vllau jem, mshel ma, se nuk vite ti une, edhe me mlishu buri, nuk vi unë te hunda e nusës tande. Se është vajza kur shkon ma si grue vete, te baba, te nona, shumë keq ndihet. Për para vllau e ka nda prej burit, i ka thënë, leja kopilat ati, fëmit leja ati. Edhe kënena veç ka këshyr, motrës që shmja gjetë burin tjetër. Se motra është pengesën shpi. Valla, kur e ka motra, respektin prej babës, nonës, edhe ai buri pak mendohet, që s'mundi bashkë këta sokak me qitë, se kjo ka vlera, e ka banesën e vetë, e ka shpinë e vetë, e ka hisën e vetë. Ndoshta unë e kam vllaun pasanik i madh, edhe vllau thot, motër që ty po takon 50.000 euro. Po unë i tham, mere be vlla, shtien pun qatë 50.000 euro. Shtien pun ti. Edhe ai thot, okej, motër, e shtin, këtë i thënë, mu gjatë dele. Mu gjatë dele është, për shembull unë ty t'i jap 50.000, ti atje i ki edhe 50.000, mall, pasuni, edhe tash, nëse mrenda mujit kemi fitu 3.000 euro, për shembull, i pagun ai vllai, i pagun punëtorët, i pagun krejt çka ka, edhe mesin pastër, për shembull, paret pastërta mesin 2.000 euro. Tash ajo pasunia aty po të rritë vllai, dyqani apo diçka tjetër. Por, për që aty me 2.000 eurove që ka bë qarkullim, që ka fitu vllau, ti merr 1.000, vllau i merr 1.000, plus 50.000 halali po të rrinë të vllau. Se ndoshta vllau s'ka mundësi, ka 4 dyqane, janë për shembull 2 motra edhe 1 vlla, vllau i merr 2 dyqane për veti zotnia, motrave ja jep ka 1 dyqan, edhe pastron hisën e vet. Ai ndoshta s'mundet me dhënë pare, po thotë që motër, që kjo dyqan një jot. Ose i ka 4 banesa vllau, i merr 2 banesa për veti, 2 banesa ja jep motrës. Ka pas raste në suare ka pas raste, masi e ka nda tokën, gruaja po kanë.
Halil Kastrati tha, jam bë rast social. Edhe ja kanë falë që shtu, pja falin motrës, po në shkruan motra. Ai avokati pe pyet që kanë me dhënë përgjegjësi para Zotit. A pja fal me dëshirë, mos po dhunon vllai diçka. Jo, me dëshirë pja fal. Pja fali vllaut. Pe qetni në shkrim. Edhe kanë shku ato tokat kar, plani aty urban, edhe i kanë drejt banesat. Vllau i ka marrë 15 banesa, 2 vllazni. Ka 7 banesa. A dini çka kanë bërë me ato banesa, me ato dyqane? Ja kanë nda fëmijëve të veçur, i modernista, 50-50. Ja kanë nda vajzave dhe djemve njëjt banesa, edhe dyqanet, a motrat kanë metë si gjëna. Pse? Kanë nënshkru. Që kjo është dënimi i Allahut. Prandaj, shukrije, hisën nëse e ke bo vet, ti si femër, vet, e ke bo pa ndihmën e burrit tënd, është tjetër, ajo është vetëm e jotja, nuk është e burrit tënd. Jo, është vetëm e jotja dhe fëmijëve tu. Ti janë dhënë hisën tënd fëmijëve tu, a burri yt që ka hisën e vet, edhe të babës vet, edhe të vetën që e ka kriju, a janë dhënë pra fëmijëve tu. Nëse ti vdesësh përpara, për shembull, ti hisën e babës tënd, 50% i takon burrit tënd, çka don ai bën me 50%, 50% i takon fëmijëve tu. Nëse ti vdes ma herët. A nëse burri yt vdes, atëherë ti takon 1/8 e pasunisë burrit, se pasunia jote është e jotja. 1/8. Domethënë ndahet që ajo malli në 8 pjesë, 1/8 ti e merr, 7 pjesë tjera e ndajnë e vlatët e tu. Besoj që jam e qartë. A mundesh me bë moderatore? Jo, s'kemi nevojë se kemi këtu besën. Po mundohet, s'ka nevojë. Po Iqbal, lexova komentin tem. Çush m'ja lexo bebes? Po e dim be motërsa në surën 11 është kjo Jasini, kjo që do ta thonë që e thënë anë për hisë. Nëse s'ke e vlat, ti ki pasuni zoj, për shembull s'ki e vlat. Duhet pasunia jote i kthehet vllaznive, motrave, plus një pjesë, nuk jam sigurt, kërkoj falje se janë aty ajetet kuranore, s'du me gabu, Zoti ma fal, po vetëm pak po ta tregoj sa përqind nuk e di, po ti për shembull je martu te burri, e ke marr hisën te vllau, edhe ti po vdesish, mo nuk i takon burrit tënd gjysa, po ma pak, sepse ajo pasuni kthehet te vllaznia. Ose për shembull, unë s'm ka dal fati, s'jam martu, vllau im i ka dhënë mu hisën, ma ka dhënë me sheriat, mirë po vllau im ka mu kujdes për mu, për që ata unë e marr gjysën, 50%. E marr 1 hise, jo 2 hise. Sepse nëse jam në shtëpinë e vllaut, vllau im ka mu kujdes për mu derisa të vdes, derisa të më fut në varr. Se s'kam burrun. Se Allah i ka thënë, kanë mu ringjall si dojuza, ata burra. Dojuza është një kafsh, si derë, me brina, dvogët, dvegjët. Dojuzi, në gjuhën shqipe nuk e njoh atë, është një kafsh e djallëzuar. Ka me unë gjallë si dojuza, ata njerëzit, ata mashkuj, që nuk kanë pasur kujdes për 4 gra. 1, nona, e 2, gruja, motra, e 3, gruja, e 4, vajza. Nëse një mashkull nuk kujdeset për çdo 4 femra si dojuz ka mund gjallë. Prandaj motra, kur e merr 50%, ajo rrin te vllau, ose del me një banes, po kur të vdes, ajo s'ka fëmijë, edhe plus nuk është e martume, qose nuk është e martume, komplet pasunia i kthehet vllau. Por, vllau e ka qenë kujdes tanë kohën, jo e ka marrë pasunin edhe hajde, s'ta ka marrë gjys për gjys, o zotni, prapë është e jotë.
A ki thot Allahu ju urdhëron për çështjen e trashëgimisë fëmijët tuaj? Ki Po, gjali që më ka shkruajt më në po, fund. çka po thot? Po, A ju obligim, po do të thot. obligim, obligim primar me pastru mallin. Se nëse në një fëmijë, në një familje nuk hec puna, kanë probleme, kanë lloj-lloj sende që nuk pajtohen, kanë fatkeqësira sen. Për arsye se është ajo shtëpi e mallkume, as mësyshin si ka marrë, as se ire nuk kanë, lani ato pallavra. Është mallkim. Se nëse motra jote s'ka strehim, jeton me një shtëpi 2 vjetër, ti knena po qetë saltanat në themelet e motrës tënde, mallkim është ajo shtëpia. Kur s'kan më kon të kënaqur. Prandaj duhet me pastru mall. A njëri të ka thënë motra Iqbali kështu ne. Në shtëpinë e babës pasurinë vllau dhe motra e dajnë. Si të kishin fitu, vllau vet si do mi dhon pasuri. E shiko, nëse baba jeme kalon një shtëpi me 4 dhoma, me një kat me 4 dhoma, po vllau jeme ka bo për mi atë shtëpinë, e ka bo edhe një kat tjetër. Por në që të shtëpinë me 4 dhoma, ai po jeton zotnia. Me shku me marrë një shtëpi me 4 dhoma, du të me dhënë qira. Po ti si motër, ti nuk je të drejtë në pasurinë e vllaut tanë, në atë katin e dytë të shtëpisë. Po ti ke të drejtë vetëm çat katin baba jot që e ka lënë. Besoj që me kja. Aleikum selam, respekte për juve. Pala familjes. Përshëndetje zonja Iqbale. Faleminderit. Përshëndetje Citina. Si jeni e nderuar? Unë jam Tina. Tina. Edhe do është pak me ik pi temës me të veç me të ru shumë që jenë, unë edhe pse s'jam muslimane heq, të kom djeg në për portale që krejt një botë islamin Kosovë mundohet me të sulmu, me të shantazhu, me format ndryshme, unë veç përgëzoj që jeni grua e fortë, pavarësisht që unë nuk i përkas besimit islam. Faleminderit, Zoti të bekoft. Je shumë frymëzuese edhe nuk e di pse këta burra që unë kaq shumë ju bën mundi. Shiko zemër, unë e pajtohem me këto që ka po ndodh mu, për ndaj 25 vjetë kam qenë mbyllur, edhe vetëm kam studiu, jam diplomu, edhe ende studioj, po para një vite gjys 2 u bën gati, kam dal haptas, sepse kësaj jam frigu. Atër s'kam qenë e fort, para se me hymë burge, para se me mdru djali jetë, s'kam qenë e fort, sa jam tani. Por këtë që kam ndodhë mu, unë e shoh shumë normale, sepse jam duke i thyja do tabu tema. Shiko, për trashëgimin. E kom njoft djalin tënd. E kom njoft djalin tënd si një djal shumë të mirë, edhe veç dashta për që ata, edhe ju myt u shkru këto me thonë që fotëm pak në live se dashta me ti thonë që të fjallë zemrës. Të përshëndet shumë. Mjedin e ke njoft, a? Mjedin, apo? Po, e kom njoft. E shpresoj që... Bashk isha, paraj. Shpresoj që ju pranohet agjerime edhe çdo të mira. Faleminderit, veç të fjallë dashta me ti thonë. Fjallë të mira për djalin, unë deri tash që 1 vjet e gjys gati po bot, s'gjeta një njeri, një shok të djalit tim që nuk folën mirë për to. Njeriu me të vërtet kur pe humb ke një person, atëherë pja din të vlerën ma mirë. Po Tina, unë jam shumë e kënaqur prej Zotit që po ma çon në ëndër, bile nuk është ëndër. Është tamam kështu një kënaqësi, ma ndryshe se ëndra. Po djali ju i kalon shumë, jam shumë e kënaqur që shumë mirë po e shoh atë. Djali ju i kalon fotografi të mrekullueshme
Edhe ju uroj gjitha të mirat që u emocionova shumë, fal. Okej, të përshëndes shumë. Faleminderit, Tina, Zotit nderoft. Faleminderit. Djali im thotë se ashtu ka qenë një person interesant që nëse të ka pa bisa, po ta tregoj fizionominë e djalit. Kështu si unë ka qenë kështu me adete, me sende, po nëse të ka pa bisa për shembull rrugës, edhe të ka njoft, a di? Edhe të ka thënë, të ka pa si mërzitshëm ose si mendushëm. Edhe gjithmonë e ka majt aparatin se ka qenë profesionist i punës vet, ekspert. Edhe veç ka thënë, teta Besa, ose Besa nëse kënë, teta Besa, ktheu knena, të lutem, shiko knena, trak ta ka bën një foto. Edhe kur kanë thënë që shtu, o ti nëse ke qenë shumë i mërzitshëm, veç që e ke takuat njeri, ta ka zbukuru jetën. Ka punu shumë për njerëzit, bile bash e takova një shoqe ti këtu, Jehona, ajo është artiste edhe gazetare, edhe tha, më kapi, tha, bon bre, tha, me të përqaf, tha, se shumë e kom respektu birin tanë, tha, ti e nana ti, tha, du mja bon një ekspozita, di se ka fotografit e Prishtinës, komplet Kosovën, me male, me fusha, mi kalon janë 20 modema, që janë ato modemat me asi fotografi profesionale. Edhe tha, ajo tha, du mja bon një ekspozit. Thash, valla me këtë lajmin shumë kënaqe, thash, unë t'jap pare, sa duhet veç banja. Jo, mërë, tha, se duhet me dhonë Ministria e Kulturës, tha, duhet me dhonë për atë djalë, që na ka heshu Kosovën me fotografit e tia. Para 2 jave që këm kanë. Që merdh mirë edhe merdh mirë edhe për këtë tinën që foli fjalë të mira, inshallah i shkon se vap djalit. Allahu thot mëshira ime e ka te i kalu i dhërimin tim. E vërtet është. Zoti i Hollësh ka na duron, më trej gjallën. Ai hona vesh të erdhë fjala zonja Berisha dhe po më vijnë komentet, kaq më shumë s'po të vinë. Se to pas kanë gjitë emrin edhe hona zonja Berisha. O Berisha, o Huduti, o vesh më thoni se më kujtohet pejgamberi, e mdhimët, kur i kanë thënë që po vjen veshi. Shkru në aty research në ato Kuran ku ka. Research ku je veshi në Kuran. Tamam ka me dalë që shi kanë thënë veshi, e ma gjoniqare, rukën e gjie, shka si ka. Se kom det, o i zemër. Unë e kom det me qëto veprat e mija, me më dhënë, me lonë gjurë, qofë se mundën. Mo për shembull pak ma përpara në Kojshia show, çka më ka bëj Sadrimi. Zonja Berisha dhe shumë herë nëse ta ndrojmë. E ka shti një shik naiv me aktru, o zotri, ti mund ke thirr për harmoni fetare, edhe shumë mirë kum fol edhe për Saranda Bogojevcin, edhe për harmoninë ndërfetare, kum fol tamam e kum dhënë mesazhin. Jo knaq, ama atë pjesën e parë, veç pak bina, atë pjesën e parë, ku e qeta të shehun, i ka aktru, a i s'ka di që ka me bo, ka arë prej Gjermanis, edhe a i naiv në mënyrën e vetë, apo kupton, i bon ato skena, thash, ana ke thirë neve për aktor tu, ana ke thirë për intelektual, për hoxhe, për prift, basha i prifti Samir ka fol, a i hoxha 2-3 herë ja tërheki vretën, i tha, hej, ti si ka i formulon pyetje të mirë. Edhe plus dashti me më turpënu. Po move se Allah i thot, ka me tu këthy kur tha për ftyre tande. Kur Zoti s'ka me të lanë pa të turpënu, që më ke dasht me më turpënu. Po e kanë kuptu ma njerëzit. Vequne më të nali bojen për ata njerëzit që më bëjnë pa drejtësi. Sepse Allah i thot në Kuran, mos flisni keq për njerëzit, përveç ata le të flasin ata që ju ka bëhe pa drejtë. Prandaj Iqbalja për qëta dhe ndoshta nuk e dënë. Zonja Berisha, Zonja Berisha shumë kam bë komente, a ke gjetë kjerrin. O, po e ku më gjetë vrem këna, Dina, më shkute Albi, mos kesh. Se sumurre? Po dhe e duhet me të marrë tjetër ditë. Se të kumë dënu pakës ty, se e di, s'ka problem. Kur duhet që të pak duhet me dënu njën atjetër. Edhe shkova të Albi, jo të Albi, të Prishtina Mall, edhe shumë kera. Edhe pata një shoqe, ajo tha,
tha, prive tha ta shpikin një shaka, tha se mo që tu na prune me këshilla. Tha ka pe qelsin edhe tha, thuj ku se su pe gjanë. Pasha zotin, une se kum bo ato, atë sken, po ajo tha, super o tha kon. qelsin, edhe tha unë po t'inqizoj, thuj, kin se su pe gjanë qel, atë kerin, ajo qardi, veç ja bon të rak, shtu, unë e dishëm ku i kom veturë. E ta shumë i të më pyt, a i ke gjithë kere. Përshëndetje gjithëve. Selam aleikum. Unë do të me të pyetën, e po tani pyetje, që theti për ata që fynë edhe i folin 5 vogte. Po. A mujna me ditë se nga janë të përcaktuar ata? Ata janë fevejlu lil musallin. Mjerët ata që flasin, që falin namaz. Elledhine fevejlu lil musallin, mjerës ata që falin namaz, edhe nuk kanë kujdes me namazin e tyre. Kjo do me thanë, para se me hy namaz, du të me marrë abdes. Para se me marrë abdes, profeti Muhammed ka thanë, sallallahu alaihi wa ali, pastroni gojët e juaja. Një person, edhe në qëse nuk falë, po lexon Kur'an, kul huvallahu ehad, Allahu samet, ai ma e ka haram me fol fjalë të ndyta. Prandaj thot, pastroni gojët e juaja. Kur e kanë pyet ja Resulullah, si me i pastru, me brush, me misfak, jo, mos folni fjalë ndyta. Ata të mjerët ata që falin namaz. Ama puna mos është edhe ma keq pak se atë mësime morrin prej so imamëve më duket, apo? Atër imamët e vetë i kanë qaf. Atër imamët e vetë i kanë qaf, në qose këta janë naiva, ignoranta. Edhe merë, thotim, që shtu ka thot djetarje. Këta nëse janë ignoranta, që shajnë edhe që bile janë porositëm, për me ta uprish autoritetin, me ta ule autoritetin, jo vetëm namazli, po edhe gazetarët, si rasti Sadri Merit, që shma ka dasht me ma ule autoritetin. Ati më se azit për modhe se ai so mirë mentalisht. Nuk e di une që shështë po, unë ka ofendu shumë, ditën e Ramazanit, unë kum kajt që më ka bëj. Edhe i kum thënë të lutëm si vlau të mos e qita atë pjesën se së në ke pyt, tim ke thirë për harmonin ndërfetare. Edhe kum folë shumë bukur mirë, kum dhanë mesazhet edhe unë edhe prifti. Ai ma ka bo një mashtrim, unë ja kum lanë vetëm në dorë të Zotit, se ma jom lodhë të marrë me këto gjykata me këto sende, po ka me ardhë koha që ai ka me pagu prej Allah, jo prej meje. So njerëzit e mirë nuk mirën me qasi njerëz, po veç Zotin ja lëshoj. Unë ja kum lëshoj. Zëna Berisha, nëse ka mundësi veç një sen është normal fjala em nuk ka kur çfarë do bie, ama të kisha lut për hir të Allahut, ti do me thonë të ka ndodhur herën e parë nashta që ke pas problem, pse e pranon ti ftesën? Mos e pranon tjera herë. Jo, ftesën e kom pranu sepse mysafirt mi ka tregu. Mysafirt i ka pas shumë të mirë. Ama ato mashtrimet që i bën me qëllim, une kom qenë lëndume. Edhe bile ma keq ka qenë, aje ka shkurtu shumë, se komplet ajo është bo mashtrim i planifikuar për me ma ule autoritetin. Po s'ka der, Allah është i madhë. S'kemi qka me bo, unë e kom shku për mysafir. A një të ka ndodhë, për shambull që të ka ndodhë probleme, atëherë nëse prap të bën ftesën, për hir të Allahut, jo, herën e parë nuk ka ndodhë probleme, sepse unë e kom dash me demantu një filan hoxha, që e ka bo një ajet kuranor, e ka bo prostitucion, kurvëri, ajetin e martesave, bashkjetesave islame, unë e kum dash me demantu, me tregu një të vërtet, që unë e besoj. Edhe unë, aty kum shku me qëllim. Po kur ka qenë ajo shkenda ajo bukuroshja prej Tiranës, ai mu ka paralajmëru. Më ka thënë Zoja Iqbale, sefte hera parë për kum shku, qëre na pe bëjmë se emisioni që shtu është show, okej, thash, qka për do në me bëjmë të rego? Jo, unë e me metë kushysh, ta kemi me thanë, kinse burin tënd e ka hullumtu, investigu kjo shkenda, ajo vajza që ishte aty, edhe unë aktrova për hirë që më ka thirë mysafire dhe tha shka,
Burrin tem, nëse e keni investigu edhe keni gjetë që ka ndaj dashnore, unë sot t'ja jap shkurorzimin. Kjo ka qenë shaka, po kupton. Ama, se unë kam besim të burri jeme, një burrin tem. Ama, dytën ditë, ti me mësu shehin, që shmi thani Iqbalës pi kërkoj martes, gruas martume, plus po ma vjen një milka çokollatë që e ka ble këtu në market, a e ka tërpnua i shehi vetin e vet, jo mu. Mu më ka ndonë siklet shumë ka ndonë siklet. Po qatë siklet, po me pa të dytë, në këtë dynja plus në ere. Kalon, bëhet mirë, edhe më ka dhanë moment pakës. Mës mi besu njerëzve që ka flasin, se a im tha vetëm për harmoni fetar. Bëhet mirë, të gjim. Djetar që dëgjojnë këta naiva, këta edhe shajnë, ata kanë ma pak përgjësi. Po në qofë se është dikush, nuk është naiv, si është një qifti muadhit, i cili të në kohën, ku hyjune në për lajfe, a i mu musulman. Është në gjendje, herën e fundit, janë kanë 5 gra, të cilat nuk kanë fol hiq me Kuran, hiq, me mendimet e tyre moderne, edhe vjen aty tak muadhi, edhe man vetin djetar, 17 vjetë studime, bla bla bla, nuk del as me të ftyrë, as nuk ka ftyrë. Kam qenë edhe unë atë live nduke. Po, as nuk ka emër, edhe i përkrah ato 4 sulmuset mu që më sulmojnë. Me mendimet e veta, se une jam e fort. Me ka një defekt, a je ko se folë edhe në Allah. Atër ky rasti, që ky muadhi, ky nuk është naiv. Ky ka me dhënë përgjegjësitë e Zotit, pa mas, po edhe në këtë dynja. Se është një psikologji edhe në Kuran është, i thënë karma. Karma është çka të bën, ka me të kthy. Allah i shpirtin më t'ja marrë pa i të Iqbalin, bate pak fjalorin, motra Iqbalin, se këtë të hapin për sherë. Harove të keqen motra. Po, është ajo është fjallë, është psikologji karma i thënë. Po, nuk e tha diçka keq. Shumë mirë tha. Nuk kam thënë keqe, po ta marrë interesant. Definitivisht. Se s'ka pranë në qite. Sa të po dhaj që fol, edhe i bë këto gjona, që do me thonë e falmja e tina nuk kanë ndiku të ajaj namaz. Po, bravo, qashtu. S'ka ndiku. As më s'falet. Motra Iqbalë sabër, Allahu i dënon ata që e bëjnë pa drejtësi. Po valla dhe unë qashtu, po sabër. Që besa shumë, amin, inshallah. Unë drejtë pas Iqbalës. Po. Unë ju përshëndes. Faleminderit shumë. Shumë ide mirë, edhe aty vetëm hëqë falë. Faleminderit shumë. Faleminderit për përkrahin juaj morale, nuk po ju njoh, po që 2 herë që po vini, po flisni shumë me logjik. Jo lumt. Faleminderit shumë. Lumt, shumë me logjik edhe me pastërti shpirtërore. Inshallah dhe tjerët vllazni janë kështu si ju. Selam aleikum. Në të filloj zonja Berisha? Hajde fillo, Vënju Shabina. Muaj më shirës më falë gjdo gjyna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj mishtrim, vizitoj misht vjetër, dashta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Djelilit dhe na përshëndet, gjdo dito ka si faljet, nuk janë ditët që kalojnë, jemi ne që zdo dit shkojnë. Nëse s'mundesh me bë mirë, mos bën këtë se ke vështirë, fjallë më t'mira le t'i themi, se sot jemi e nesër jemi. Muaj më shirës më falë gjdo gjyna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj mishtri, vizitoj misht vjetër, dashta s'jemi bashk Ramazanin tjetër.
mos ja mbylli jetimit derën, mos ja tha jetës pranë verës, kush e vret një zemër zot, nesërve do të shaj me lot. Smujta ndaj lutjam prej lotit, kujtoj fjallë profetit Zotit, male qabe rafsh me pa, se një zemër të pa, faj me veram. Mua i më shirës më falë gjdo gjyna, ty më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj mishtri, vizitoj mishmjetër, dashta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Faleminderit. Që s'më mundi me të gjujt lule bre, me të gjujt avion, aeroplana, që ka ma latër. Faleminderit shumë bina. Të knoft zemra, gjithmonë të knoft zemra. Inshallah, je bilbil i gjennetit. Amen. Përveç hyris edhe bilbil, zënë jo të bafti, inshallah.